ju përcjellim lajmet e ditës së sotme, fillimisht jetët kryesor. Pesë bashkitë ku të dielën mbahen zgjedhjet e parakohshme rezervojnë sfida për drejtuesit e rinj nga borxhet e vjetra te problemi menaxhimit të mbetjeve. Vlora kryeson me shpenzimet, ndërsa Ceriku rezultonin mbytur nga detyrimet e pashlyera. Gjithçka është gati për nesër, kur nga ora 7 deri në orën 18 mbi 334.000 qytetarë do të votojnë për të zgjedhur kryetarët e rinj. Të dielën Report Televizion sjell transmetim maraton me gazetarët në terren dhe analiza me të ftuar në studio. Shqipëria planifikon investime kolosale për mbrojtjen mes viteve 2020 e 2030. Parashikohet blerja një anije patrulluese luftarake 103 milion euro. Investime në vlerë 1.3 miliard lekë janë planifikuar edhe për të rinovuar flotën kundër zjarreve me blerjen e 2 avionëve zjarfikës dhe dronëve deri në vitin 2028. 1 miliard euro mes të cilave 15 milion vetëm për onkologjikun do të jetë buxheti parashikuar për mjekësinë vitin e ardhshëm. Kryeministri Edi Rama paralajmëroi se krahas rritjes së pagave dhe infrastrukturës, futjes së inteligjencës artificiale në shërbimin spitalor, do të ngrihet edhe një institut për tumoret. Sipas OBSH-s, në Shqipëri 48% e fëmijëve përjetojnë forma të dhunës psikologjike ose fizike nga prindrit e tyre. Psikologët u bëjnë thirrje këtyre të fundit të mos i krahasojnë fëmijët me bashkëpunëtarët e tyre, sepse presioni psikologjik lë pasoja po aq të mëdha sa dhuna fizike. Zhvlerësimi i pandalur i valutave ka shtuar ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë në treg dhe përpasoi rezerva valutore ka arritur rekord të ri në shtator mbi 7.2 miliard euro. Nga ana tjetër, buxheti për këtë vit humbet 100 milion euro nga kjo situatë, sepse mblidhen më pak para nga doganat. Rekordi europian me fitore radhës i Bayern München është ndalur këtë fundjavë. Skuadra e Kompani barazoi 2-2 me Union Berlin në javën e 10 të Bundesligës. Në Premier League, Tottenham barazoi 2-2 në një ndeshje të çmendur kundër Manchester United. Legjenda e muzikës italiane, dirigjenti, kompozitori dhe orkestruesi i njohur Pepe Vecchio ndron jetë në moshën 69 vjeçare, i sëmur prej kohësh me pneumoni. Mjeshtri italianisht e quajtur Shkopi Magjik i Festivalit Sanremo, ku drejtoi orkestrën për 30 vite. Kjo e shton shënoi heshtje zgjedhore për shkak të zgjedhjeve të pjesshme të cilat mbahen ditën e nesërme në 5 bashki të vendit, ku zgjedhet edhe kryetari i ri i këtyre institucioneve. Bëhet fjalë për Vlorën Beratin, Tepelenën, Matin dhe Cerikun. Qytetarë me të drejtë vote janë 334.000, ndërkohë që qendrat e votimit do të hapen në orën 7 mëngjesit për të mbyllur në orën 18 të mbrëmjes. Si gjithmonë, Report Televizion në transmetim të drejt për drejt, maraton, pa ndërprerje që prej orëve të para të mëngjesit dhe deri në shpalljen zyrtare të rezultateve në këto 5 bashki, sigurisht me lidhje të drejt për drejta nga tereni për cilë gjithçka në kohë reale, por jo vetëm, edhe me biseda dhe analiza të thelluara në studio me moderatorët. Materiali. Gjithçka duket gati për të dielën. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpërndar materialet zgjedhore në 5 bashkitë ku do të zhvillohen zgjedhjet për kryetar: Vlorë, Tepelen, Berat, Cerrik e Mat. Materialet do të ruhen nga policia, e cila ka angazhuar më shumë se 600 efektiv për mbarvajtjen e procesit zgjedhor në të 473 qendrat e votimit që numërohen në 5 bashkitë. Me fushat thuajse inekzistente, me garues nga njëra anë socialistët e nga ana tjetër kandidat të deklaruar të pavarur, por të mbështetur nga PD-ja e opozita, qytetarët e 5 bashkive do të zgjedhin drejtuesin e tyre për një mandat të pjesëshëm deri në 2027. Në Vlorë, gara është mes Bruna Mersinit të PS, Dionis Sotos që mbështetet nga PD dhe Gjergj Nikës, rebelit të pavarur që doli po nga radhët e demokratëve, por nuk mbështetet prej tyre. Në këtë bashki janë thirrur për të votuar 171.895 qytetarë. 3 kandidat edhe në Cerrik e Mat. Florenc Doka i PS, aktualisht kryetari komanduar i Cerrikut, garon përballë 2 emrave nga opozita. Mjeku Amarildo Hoxha garon i pavarur dhe mbështetet nga PD, ndërsa kriminologu i kthyer nga Italia Eligert Hima garon në logun e Shqipëria bëhet. 38.724 është numri i qytetarëve me të drejtë vote.
Në matë, demokratët mbështesin si kandidat të pavarur avokatin Eduard Brahilika, ndërsa socialistët në këtë bashki janë të ndarë. Kandidati zyrtar i tyre është Altin Bojni, i cili drejton aktualisht bashkinë, ndërsa Suzana Pasha, që drejtonte forumin e grua socialiste në matë, e zemëruar me partinë, kandidon si e pavarur. Numri i votuesve shkon në 29.092 qytetar. Në Berat, gara është mes Ervin Ceca dhe Pavlo Shkarpa, i cili garon si i pavarur dhe mbështetet nga korpusi opozitar. Kjo bashki numëron 82.161 zgjedhës. Përballë shkreut të Gardës Gramosakos, në Tepelen kandidon i mbështeturi nga Partia Demokratike Gabriel Guma. Aty kanë të drejtë vote 12.667 votues. Në këtë bashki pritet të aplikohet për herë të parë si test inteligjenca artificiale në numërimin e votave. Rezultati do të transmetohet online dhe do të ballafaqohet me numërimin manual të komisionerëve. Të pesta bashkitë që drejtojnë zgjedhjeve të 9 nëntorit janë fituar nga socialistët në zgjedhjet e kaluara lokale. Ndërkohë, bashkitë që shkojnë nesër në zgjedhjet e parakohshme, Vlora Berati, Tepelena Ceriku dhe Mati rezervojnë jo pak sfida për drejtuesit e rinj që do të fitojnë, duke nisur që tek borxhet e vjetra dhe deri tek problematikat për menaxhimin e mbetjeve. Megjithatë, duke se gjendja financiare e këtyre bashkive është pozitive përveç Cerikut, ndërsa Vlora duket që sprov ka fushën e vjetër të mbeturinave. Të pesta bashkitë që këtë të diel zgjedhin kryetarët e rinj kanë sfida të ndryshme që rezervojnë për drejtuesit që marrin stafetën e qytetarit të parë. Vlora, bashkia me numrin më të madh të popullsisë, rreth 83.000 banor, ka shpenzimet më të larta për shërbime dhe investime me afro 23.9 milion euro dhe borxhet më të ulta vetëm 115.000 euro, shifra që tregojnë për ecuri pozitive financiare. Të ardhurat mblidhen kryesisht nga taksa e ndikimit në infrastrukturë, turizmi e tarifat e tjera vendore. Por sfida e të zgjedhurit të ri janë halli i vjetër i mbetjeve. Fusha e vjetër e mbetjeve në Vlorë, që vazhdimisht bie prej e zjarrit, është ende e hapur derisa të finalizohet landfilli i Sherishtës, që mbyllet si projekt në 2027. Drejtuesi apo drejtuesja e re duhet të menaxhojë më me efektivitet edhe vijën bregdetare, kryesisht me çmimet për turistët apo hapësirat publike, duke qenë se është industria kryesore ekonomike e qytetit jugor. Berati UNESCO-s po ashtu është në ditë të mira se takon financave. Me rreth 62.000 banor për investime e shërbime shpenzon 13.3 milion euro, ndërkohë ka 535.000 euro detyrime të prapambetura. Berati është i pari qytet që ka finalizuar me sukses projektin për ndarjen e mbetjeve në burim me qëllim rritjen e riciklimit, që ka ndikuar jo vetëm në uljen e ndotjes, por edhe ka shtuar fitimet për shkak të shitjes së mbetjeve të ndara. Por edhe ky qytet rezervon sfida, nga menaxhimi i turizmit tek mungesa e fuqisë punëtore. Bashkia tjetër me shpenzimet më të mëdha është ajo e Matit, me një popullsi totale prej rreth 17.000 banor. Gjatë 2024 u shpenzuan afro 6.5 milion euro dhe kjo bashki klasifikohet pa vështirësi financiare me rreth 267.000 euro detyrime të papaguara. Ky qytet i lidhur me industrinë e kromit, që ka kushte të favorshme për bujqësinë dhe blegtorin, përballet gjithashtu me sfidën e emigrimit. Tepelena, me potenciale të shumta turistike nga Kalaja Ali Pashës, kanjoni i Bënçës apo deri tek uji i ftohtë, ka vetëm 6.761 banor dhe shpenzimet totale arrin në 3.3 milion euro, ndërsa detyrimet e pashlyera deri në fund të shtatorit 2025 arrin në 265.000 euro. Borxhe këto që në raport me shpenzimet nuk e klasifikojnë si bashki me probleme financiare. Për te destinacioneve turistike, sfida e bashkisë është investimi dhe rritja e mirëqenies, sidomos në zonat rurale. Më problematike paraqitet situata në Cerrikun me 25.000 banor, shpenzimet janë 5 milion euro, ndërsa borxhet arrin në 1.2 milion euro, duke e klasifikuar si bashki me probleme financiare. Ish qyteza industriale e kohës së komunizmit, sot përballet me vështirësi ekonomike dhe me emigrim. Shpenzimet e 5 bashkive që të dielën zgjedhin kryetarin e ri i referohen vitit 2024, sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, ndërsa borxhet e pashlyera janë shifrat e reflektuara deri në fund të shtatorit të këtij viti. Sa i takon vitit të ardhshëm, në projekt buxhet janë planifikuar që për këto 5 bashki të jepen 40 milion euro si transferte pakushtëzuar, ku pjesën më të madhe e merr Vlora me 16.2 milion euro dhe më pak përfiton Tepelena vetëm 3 milion euro për shkak të numrit të ulët të popullsisë.
1 miliard euro janë parashikuar në buxhetin e vitit 2026 për shëndetësinë dhe veçanërisht 15 milion euro për onkologjikun. Kryeministri Edi Rama është shprehur se parat nuk do të shkojnë vetëm në rritjen e pagave dhe në realizimin e shumë investimeve, por gjithashtu do të jepet një vëmendje veçantë edhe në futjen e inteligjencës artificiale në shërbimet spitalore. 1 miliard euro do t'jetë buxheti parashikuar për shëndetësinë dhe mirëqenien sociale. Afro 4% e prodhimit përgjithshëm kombëtar. Kreu i qeverisë foli për fonde ekstra veçanërisht për onkologjikun, ku shpesh të sëmurët me tumor janë përballur me mungesë infrastrukture dhe mjekimesh. Hapim një linjë financimi nga buxheti i shtetit vetëm për këtë nevojë jetike, duke futur 15 milion euro ekstra në shërbim të pacientëve të onkologjikut. Për herë të parë, shërbimi i rikonstruksionit të gjirit për gratë dhe vajzat që kalojnë kancerin do të jepet i plot për të gjitha dhe falas. Si përpjekje shtuar në ndihmë të pacientëve me sëmundje tumorale, Rama përmend edhe ngritjen e një instituti kombëtar të tumoreve, projekt që do drejtohet nga Ministri e Shëndetësisë Evis Sala. Një institucion i ri ekselence, i cili do t'i bashkohet rrjetit ndërkombëtar të instituteve që luftojnë me kancerin. Një pjesë e parave do të përdoren edhe për futjen e teknologjisë artificiale në diagnostikimin e sëmundjeve. 2026 është edhe viti i hyrjes së inteligjencës artificiale në shërbimin ton shëndetësor. Përmes një kompanie të përbashkët që shteti shqiptar po krijon me një prej ekselencave të inteligjencës artificiale në shëndetësinë europiane. Këtu në ndihmë do të vinë edhe fondet e Bashkimit Evropian. Me financimet e siguruara nga fondet europiane, ne do të krijojmë ekosistemin digjital të gatshëm për inteligjencën artificiale, duke hapur shtigjet e reja të diagnostikimit me imazhe, të analizave parashikuese. Rama renditi edhe disa prej spitaleve që do të rikonstruktohen apo ndërtohen, ndërsa nga rritja e pagave këtë vit do të përfitojnë, tha Rama, 4.600 mjek infermierë dhe farmacistë, si dhe 14.200 teknik dhe laborant. Shqipëria parashikon investime kolosale për mbrojtje në vitet në vijim. Një anije luftarake 103 milion euro, 2 avion zjarfikës me vlerë 13.5 milion euro, si dhe blerja e dronëve janë disa prej zërave të planifikuara deri në vitin 2028. Me një projekt buxhet prej më shumë se 100 milion eurosh, më shumë se viti që po lëm pas, vëmendja për Ministrinë e Mbrojtjes, ndikuar nga 5% që imponuar nga NATO, duket se është në nivelet e saj më të larta historike. Situata destabilizuese globale dhe frontet e luftës më afër se kurrë detyrojnë edhe Shqipërinë të nisë planifikimin e armatosjes. Në këtë ide, Shqipëria planifikon që mes viteve 2028-2030 të investojë 10 miliard lekë ose rreth 103 milion euro për blerjen e një anije patrulluese luftarake. Planifikimi është që 20% e vlerës, 2 miliard lekë të paguhen në 2028, ndërsa pjesa tjetër të paguhet më vonë. Mbetet e paqartë nëse anija do të blihet jashtë apo do të prodhohet brenda vendit me synimin e Shqipërisë për të ndërtuar partneritet me kompani ndërkombëtare që mund të bashkëpunojnë me Kajon. Një tjetër investim disa milionësh është parashikuar. Situata e paprecedente zjarreve këtë verë, ku nga veriu në jug u shkëmbruan me mijëra hektar pyje, me dëme edhe në zona të banuara, qeveria ka parashikuar shtimin e flotës ajrore me të paktën 2 avion zjarfikës. Investimi pritet të kapë vlerën e 1.3 miliard lekëve apo 13.5 milion eurove dhe që në buxhetin e vitit të ardhshëm parashikohet të alokohen 3.1 milion euro me synim pagesash, 6.2 milion euro në 2027 dhe 4.1 milion euro në 2028. Vitet e fundit, një prej risive më bashkëkohore të luftës janë dronët, të përdorur masivisht në konfliktin Rusi-Ukrainë, duke i konsideruar si të ardhmen e luftimit. Pak kohë më parë, edhe Prishtina bleu me qindra dronë, një pjesë e madhe të cileve me synim ruajtjen e hapësirës ajrore. Pas blerjes së 3 dronëve turq Bayraktar në 2022, vendi ynë synon të blejë dronë të tjerë. Përgjatë viteve 2027 dhe 2028 janë parashikuar 14.2 milion euro për blerje dronësh. Pa një numër të caktuar, Ministria e Mbrojtjes synon që në 2027 të shpenzoj 3.5 milion euro dhe një vit më vonë 4.2 milion euro
Pas 2028-s, pjesa tjetër për 6.3 milion eurosh. Për gjatë vitit të ardhshëm, mbrojtja synon të blejë gjithashtu sisteme të tjera komunikimi dhe mbrojtje, armatime të vogla, investime në infrastrukturën detare, ajrore dhe toksore e më gjerë. Shteti shqiptar synon të përmbush përveç reformave vendase dhe angazhimet ndërkombëtare në kuadër të NATO-s. Me këtë buxhet parashikohet modernizimi i forcave të armatosura, duke zhvilluar kapacitetet, vijuar pajisjen me armatim të ri, zgjeruar investimet në infrastrukturë për përmirësimin e mjediseve të punës dhe modernizimin e pajisjeve dhe sistemeve kompjuterike. Në total, në vitin 2026, projekt buxheti i Ministrisë së Mbrojtjes është 58.9 miliard lek, ose afro 590 milion euro. Partia Demokratike thot se buxheti i akorduar për mbështetjen për arsimin në vitin 2026 nga qeverisë shqiptare është i pamjaftueshëm. Fondi 2.53% i prodhimit të brendshëm bruto është 10 herë më i ulët se niveli i Bashkimit Evropian, thot Partia Demokratike, dhe për këtë nuk mund të kryen reforma reale dhe konkrete. Buxheti për arsimin dhe shkencën në masën 2.53% të prodhimit të brendshëm bruto nuk përputhet me rëndësinë strategjike të këtij sektori jetik, as me nevojat urgjente të adresuara nga institucionet ndërkombëtare, as me ndalimin dhe krizën që ka kapluar këtë sistem të tërë. Me këtë financim, arsimi parauniversitar do të vijojë me pambudësitë e zhvillimit të cilësisë së shërbimit. Arsimi profesional do të vijojë të mos përmbush rolin dhe funksionet e tij. Arsimi i lartë do të vijojë me problemet për ta zhvilluar këtë të mirë publike. Studiusit do të vijojnë të sfidohen në veprimtaritë e tyre kërkimore, sepse buxheti nga qeveria është vetëm 0.06% i prodhimit të brendshëm bruto. Një buxhet i pakrahasueshëm me atë të vendeve të Bashkimit Evropian dhe shumë i ulët krahasuar me vendet e rajonit. Nxënësit dhe studentët do të vijojnë të përballen me vështirësi të panumërta të shkollimit dhe me ofertën arsimore më të ulët në rajon dhe më gjerë. Mësuesit, pedagogët dhe kërkuesit do të vijojnë të kenë statusin profesional dhe financiar më të ulët në vend dhe më gjerë. Është e qartë se me financimin prej 2.5% të prodhimit të brendshëm bruto, gati 10 herë më të ulët se vendet e OECD-s dhe të BE-s, qeveria nuk ka asnjë objektiv për ta nxjerrë arsimin nga gremina dhe të ndërmarrë reforma reale të standardeve europiane. Shohim sondazhin e ditës në Shqiptaria.com, report VisTV.al në lidhje me temën e pensioneve, si e gjykoni skemën e re të saj dhe si e vlerësoni rritjen e tyre. Të drejtë shprehen 69.9% e votuesve, të deritanishëm të gabuar 16.1%, nuk e kuptoi 14%. Kush ka dëshirë të bëhet pjesë e sondazhit ton, seksioni sondazh.tv Shqiptaria.com, report VisTV.al, 2 portalet tona zyrtare. Vijoj me politikën, të hënën mblidhet Sekretariati i Etikës, i cili do të shfrytojë kërkesën e socialistëve që kërkojnë përjashtimin me 2 muaj të Sali Berishës, kreut demokrat, nga kuvendi për shkak të sulmeve drejtuar ambasadorit Bashkimit Evropian në vendin ton, Silvio Gonzato, për orientimin e tij seksual. Përjashtimet dje ditë kërkojnë edhe demokratët për ta ulanë ballën kreun e grupit socialist për përdorimin e termave fyes. Sekretariati i Etikës do të vendosë të hënën për përjashtimin deri në 60 ditë të Sali Berishës nga kuvendi, ndëshkimi i parë për kreun e demokratëve që nga nisja e punimeve të kuvendit në shtator. Një deklaratë të bërë publike vetë, jetoj me një partner ose jam i martuar me një burr. Socialistët kërkuan të premten me firmë të 12 deputetëve ndëshkimin e kreut të PD-s me përjashtim nga jeta parlamentare. Pas kësaj deklarate me nota ofenduese të bërë në drejtim të ambasadorit të BE-s në vendin ton, Silvio Gonzatos, pasi ky i fundit kishte bërë thirrje të votohej si pjesë e parafrimit me legjislacionin e BE-s, ligji për barazinë gjinore. Kjo deklaratë u dënuar edhe nga zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian, nga Marta Kos tek reagimi i Komisionit Evropian, ndërsa solli edhe reagimin e kryeministrit Edi Rama, që përmes një statusi në X pati edhe një kërkim falje në drejtim të ambasadorit Gonzato. Por Berisha duket si ka paraprirë vendimarrjes së Komisionit të Etikës, skenari për t'u përjashtuar nga 10 në 60 ditë, solli propozimin e tij për ngritjen e një çadre para godinës së kryeministrisë. Opozita të hap platformën parlamentare para ndërtesës së Këshillit Ministrave. Të hënën Sekretariati i Etikës do të shqyrtojë edhe kërkesën e Partisë Demokratike për përjashtimin e Taulant Ballës, që sipas tyre ofendoi dhe përdori gjuhë kërcënuese ndaj deputetëve të opozitës.
por nisur nga numrat kjo kërkesë e PD-s pritet të rrëzohet pasi anëtarët socialistë janë shumicë në komision. Janë dy këtu që lehin se unë të cilët nuk e pranoj dot. Atë Konstantini, prifti kishës ortodokse në Vlorë, është shprehur kundër miratimit të ligjit për barazinë gjinore ditën e njëjtë në Kuvendin e Shqipërisë, pasi sipas tij bie ndesh me traditat shqiptare. Komunitetet vetare, ka thënë ai, njohin vetëm një koncept, burrë dhe grua, një element i cili duhet përcaktohej qartë në gjini pa termin gjithëpërfshirës. Por ne si Komitet Ortodoks nuk e pranojmë, sepse Zoti tha burr e grua, dhe shtohuni dhe shumohuni dhe një skandal që ndodh në Shqipëri, në një vend, neve jemi një vend me tradita, me kulturë, edhe duhet që t'i ruajmë këto tradita si që kemi patur. Po derisa tha Zoti shtohuni dhe shumohuni dhe krijoni familje, kjo qa familje do ketë me? Ka familje këto? Vetë vendosin, vetë bëjnë, dhe thonë i respektojnë komunitet fetare, i bëjmë. Kjo nuk është respekt. Pasurit me vlerë 12 milion euro të rivalve Kristi Qerici, alias Jetmir Hoxha dhe Adriatik Kalemit u sekuestruan me vendim të gjykatës pas një hetimi prej më shumë se një viti të policisë së Vlorës. Qerici është i kërkuar nga SPAK për trafik kokaine me vlerë miliona euro, ndërsa Kalemi i njohur për hakmarrjen me disa viktima prej qershori 2022 për prishje të pazareve të drogës. Rreth 12 milion euro është vlera totale e disa pasurive të sekuestruara, të cilat dyshohet se burojnë nga të ardhurat të përfituara nga veprimtari kriminale. Me vendim të gjykatës së Sarandës, lënë në fuqi edhe nga apeli, janë vënë në sekuestro preventive pasuritë e dy personazheve të njohur të botës së krimit në këtë rreth. I pari Kristi Qerici nga Saranda, njohur edhe me emrin e dytë Jetmir Hoxha. Krimi ekonomik në policinë e Vlorës po e heton 43 vjeçarin për pastim të parave. Dy hotelin e Sarandë ju sekuestruan, njëri 6 katësh me 37 dhoma, hoteli tjetër 4 katësh me 15 dhoma dhe lokal. Kjo nuk është hera e parë që goditen pasuritë e tij. Në mars të këtij viti, me kërkesë të SPAK ju sekuestruan rreth 90 pasuri të tjera me vlerë miliona euro. 43 vjeçari nga Saranda është ende në kërkim nga prokuroria e posaçme, pasi akuzohet për trafik të drogës nga Shqipëria në Greqi. Flitet për trafik të sasive me vlerë rreth miliona euro. Qerici akuzohet si kroi një grupi që u shkatrua përmes komunikimeve të SKCC me të implikuar edhe efektiv policie. Qerici njihet për lidhjet e tij me Edmond Papën, i cili u vra në 2022 në Tiranë me precedent për drogë në Greqi dhe Britani të Madhe, por i rikthyer në Sarandë ngriti disa biznese. Personazhi i dytë, të cilit ju sekuestruan pasuria Adriatik Kalemit, është rivali i Edmond Papës. Hasmëria mes familjeve Kalemi, Sadika i Papa ka prodhuar disa viktima deri më tani, pas prishjes së pazareve të drogës në Greqi. Ati u sekuestruan nga gjykata e Sarandës një lokal dhe pasuri 123 metër katror, një apartament në Tiranë bashkë me një parcel ndërtimi 60 metër katror, dyqan dhe art 800 metër katror po në kryeqytet. Në radhim të Vlorës, 3 pasuri të tjera me sipërfaqe totale 1140 metër katror. Po ashtu Kalemi kishte edhe 3 pasuri në Memaliaj, një mjet lundrues, 4 makina dhe 12 llogari bankare përfunduan gjithashtu të sekuestruara. Adriatik Kalemi është arrestuar në gusht 2024 pasi u gjet arsenal armësh në banesë. Hetuesit kanë dyshime edhe për pasuritë të tjera të tyre, të cilat mund të jenë të regjistruara në emër të personave të lidhur, familjarë dhe të njohur për të cilat hetimi është në vijim. Një ish-ushtarak është arrestuar nga policia e Tiranës me armë në një automjet, të cilin e kishte loguar si taksi me shpresën për t'i shpëtuar kontrolleve të policisë. Altin Selami është arrestuar edhe më herët në vitin 2022, i dyshuar se furnizonte me armë grupin e Kasander Nokës për disa atentate. Mbetet e paqartë se si është liruar ish-ushtaraku 46 vjeçar. Hetuesit po përpiqen të zbulojnë se për cilat grupe ishin destinuar armët që ju gjetën në taksinë e kamufluar. Pas disa javësh në vëzhgim për të vërtetuar veprimtarinë kriminale, ky është momenti ku forcat e policisë ndalojnë këtë automjet, një taksi që prej kohësh kamuflohej si e tillë për të furnizuar me armë grupet kriminale. Jo rastësisht operacioni u kodua eksperti i armëve. Në timon të taksisë në lëvizje të rruga e Dibrës ishte Altin Selami, i cili u arrestua në kushtet e flagrancës.
46 vjeçari ish ushtarak i repartit të Pezhelmësit prej kohësh zgjodhi që përvojën e fituar në radhët e ushtrisë ta ushtrojnë anën tjetër në favor të krimit. Gjatë kontrollit të makinës në një çantë krahu, agjentët e antitrafiqeve dhe komisariatit nr. 4 i gjetën 2 pistoleta, ndërsa në një xhep të fshehtë poshtë qafores së xhupit një sasi kokainë e mbështjellë me qese të bardhë. Nga një kontroll edhe në banesën e tij, ish ushtarakut ju gjetën edhe 2 pistoleta të tjera dhe pjesë të ndryshme armësh në një qese që e mbante në raftin e rrobave. Sendet e jashtëligjshme dhe makina e loguar si taksi për t'i shpëtuar kontrolleve të bluve u sekuestruan. Altin Selami dyshohet se këto armë i siguronte për të furnizuar grupe të ndryshme që të përdoreshin në ngjarje kriminale. Ato u dërguan në laborator për ekspertim për të parë nëse janë përdorur në krimet në të shkuarën. Një skem të ngjashme në shërbim të grupeve të rrezikshme, ish ushtaraku e ka në CV-n e tij kriminale. Në tetor të vitit 2022, Altin Selami është arrestuar si pjesë e një grupi kriminal, të cilit i siguronte armë për të kryer vrasje me pagesë. Në atë kohë 46 vjeçari u arrestua bashkë me disa anëtar të një grupi që kishin bërë disa krime të rënda. Ishin dëshmitë e vëllezërve Indrit dhe Gentian Beqiraj që zbardhën disa ngjarje kriminale, një prej të cilave me porosi nga Kasandër Noga për vrasjen me pagesë të kundërshtarit të tij Geron Hasan Belliu, ngjarjen e të cilën gabimisht në një lokal në Don Bosco u vra Erion Çela. I njëjti grup sipas rrëfimeve të vëllezërve kishte planifikuar edhe eliminimin fizik të Aleksandër Lahos, i njohur si Rumi i Shijakut. Edhe pas daljes nga burgu në rrethana që mbeten të paqarta, ish ushtaraku nuk e harroi zakonin e vjetër për t'i gjetur armatime grupeve kriminale. Flasim për një aksident të rënd rrugor, i cili ka marrë jetën 2 personave ditën e sotme në Shënkoll, shumë pranë kryqëzimit. 2 automjete u përplasën në aksin Lezhë Milot, ku përpasoj nuk i mbijetuan dot plagëve të marra 2 persona. Aksidenti ndodhi rreth orës 1:30 minuta të mëngjesit të së shtunës. Ramazan Harapi, 66 vjeç, drejtuesi i njërit prej automjeteve ndëroi jetë bashkë me pasagjerin Agim Harapi. Ndërkohë shoferi i makinës tjetër Ardit Gjeçi, 33 vjeç, u arrestua. Pas testit të alkoolit, rezultoi se 33 vjeçari Gjeçi ndodhi në gjendje të dekur në momentin e ngjarjes. Nga veprimet paraprake hetimore të policisë, dyshohet se shkaki i aksidentit është bërë pozicionimi i gabuar në karrexhat i automjetit të drejtuar nga Ardit Gjeçi, si dhe kushtet e përkeqësuar atmosferike për shkak të rreshjeve të dendura të shiut. Në Shqipëri pothuajse gjysma e fëmijëve përjetojnë dhunë psikologjike ose fizike nga kujdestarët e tyre. Psikologët thonë se presioni psikologjik ndaj fëmijëve është me pasoja të rënda po aq sa edhe dhuna fizike. Me shqetësim shihet edhe bullizmi online tek adoleshentët, që sipas psikologëve ka raste në rritje dhe për këtë arsye po shkakton edhe probleme të shëndetit mendor tek kjo moshë. Djali apo vajza e filanit është më mirë se sa ti, është një nga shprehjet më të gabuara që prindrit u drejton fëmijëve të tyre. Psikologja Renisa Beqiri shprehet se janë pikërisht këto krahasime që i bëjnë fëmijët të ndihen pamjaftueshëm dhe përballë një presioni psikologjik. Sipas një raporti të publikuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, 48% e fëmijëve në Shqipëri të moshës 1 deri në 14 vjeç përjetojnë dhunë fizike dhe ose agresion psikologjik nga kujdestarët e tyre ligjor, përfshirë edhe prindrit. Rritja e dhunës psikologjike nuk është një fenomen i pëlqyeshëm dhe sigurisht që lë pasoja të njëjta me atë fizike tek ecuria e fëmijës, sepse në këtë rast kemi shkatrimin e vetë vlerësimit, e vetë besimit, e vetë konceptit. Fëmijët fillojnë dhe kanë dyshime shumë të mëdha, nuk dinë se kush janë edhe ku janë, kështu që efektet janë jashtëzakonisht shumë të mëdha. Por cilat janë disa nga gabimet që prindrit bëjnë pa e kuptuar duke ushtruar presion apo agresion psikologjik ndaj fëmijëve të tyre? Duke u thënë fëmijëve që ti je i pamjaftueshëm. Pra ti je i pamjaftueshëm, duhet të bësh akoma më mirë, shiko personin tjetër, pra pjesa e krahasimit, duke mos matur një fëmijën vetë se çfarë kapaciteti ka, vetë personalisht, dhe pastaj të kuptosh se ku mund të rritet dhe ku mund të zhvillohet. Kështu që krahasimi social, krahasimi personal, pjesa e ndjenjave të vetfajsisë, dhënia e ndaj fëmijëve pa siguri. Një tjetër problem shqetësues që prek mirëqenien psikologjike të rinjve është edhe bullizmi online. Sipas të dhënave të OBSH-s, 12% e adoleshentëve shqiptar të moshës nga 11 deri 15 vjeç raportojnë se kanë përjetuar bullizëm në internet, si marrja e mesazheve fyes apo kërcënuese, ose shpërndarja e fotove dhe videove të tyre pa leje. Edhe pse shpesh nënvlerësohen, pasojat psikologjike të këtyre rasteve janë të rënda.
ka një efekt në përsa i përket vetë konceptit, izolimit është shumë i rëndësishëm, pjesa e izolimit është tema se shumë prezente tek ata të cilët janë të bullizuar. Ka problematika shëndetësore dhe mund të çojnë në çrregullime psikologjike, qofshin këto të bulimisë, anoreksisë kryesisht, sidomos tek adoleshentët. Mund të kemi problematike me kontrollin e emocioneve dhe me humorin, me gjendjen e humorit, apo të çojë edhe në elemente të tjera të cilët mund të lidhen qofshin me vetvrasjen apo edhe me tendencat për të bërë keq personave të tjerë në grup. Psikologja Beqiri thekson se kontrolli i kujdesshëm dhe i vazhdueshëm është thelbësor. Prindërit duhet të jenë të vëmendshëm pasi fëmijët mund të jenë viktima të bullizmit, por në disa raste edhe vetë bullizues. Dhe për të vijuar me probleme sociale tek adoleshentët, në firë çdo muaj ka raste në rritje të incidenteve mes tyre, madje duke përdorur edhe ethikat. Psikologët shprehin me shqetësim për këto raste, ndërkohë që këshillojnë prindrit dhe arsimtarët për mënyrën se si duhet të qasen dhe të sillen me fëmijët. Përfshirja e të miturve në konflikte fizike vijon të mbetet në nivele shqetësuese në qarkun e Fierit. Vetëm gjatë periudhës janar-tetor 2025, sipas burimeve policore, janë regjistruar 12 konflikte mes të miturve, nga të cilët në 4 raste janë përdorur thikat e biçakët. Kjo do të thotë se çdo muaj është shënuar të paktën një konflikt ku janë përfshirë djemë të moshës 14 deri 18 vjeç, që më pas kanë përfunduar në polici. Po sipas të njëjtave burime, 18 të mitur janë proceduar penalisht gjatë kësaj periudhe, kryesisht për vjedhje dhe shpërndarje të lëndëve narkotike. Sipas psikologes Krisalda Sauli, një sër faktorësh ndikojnë në përfshirjen e të miturve në krime, që nga mungesa e mbështetjes në familje e shkollë e deri tek tendenca e djemve për të pasur një status social të spikatur në grupet e tyre. Përgjithsisht prindërit të cilët ndoshta nuk kanë vënë re sjellje delinkuente që në mosha më të vogla, që neve zakonisht i quajmë çrregullime sjelljes, ose fëmijë të cilët kanë vështirësi në menaxhimin e një sjellje pozitive, qoftë në klasë, qoftë në shtëpi. Një tjetër arsye është neglizhenca, pra mos interesimi dhe dhënia e një lirie së tepërmi, por në nivel neglizhence. Ripërfshirja e tyre në shoqëri mbetet një etapë po aq sfiduese. Që kanë paraqitur qoftë simptoma ankthi, qoftë një lloj izolimi, qoftë një lloj braktisje nga shoqëria, qoftë një lloj distancimi nga grupi shoqëror. Sipas saj, mbështetja e familjes dhe shkollës është thelbësore për të ndihmuar të gjejnë një drejtim të ri, duke i përfshirë në aktivitete. Margarina Adundo, një 72 vjeçare, kërkon nga Bashkia e Kuçovës vlerësim dhe kompensim për banesën e saj që rrezikon shembjen. Ka 6 vite që nuk merr asnjë përgjigje nga institucioni vendor, ndaj sot i drejtohet përmes apelit Report Televizion. Në lagjen Lukan Prifsi të qytetit të Kuçovës, 72 vjeçaria Margarina Adundo jeton e vetme mes frikës dhe pasigurisë. Këtu nuk jetohet mes se të zë brenda. Frikë ke se frynera, bobo se tundet, dale do bjej tani, do bjeri pastaj. Banesa ku ka jetuar gjithë jetën, sot rrezikon shembjen, muret janë plasaritur, pjesë të tavanit kanë rënë, ndërsa kolonat janë spostuar pasi ndërtesa ka lëvizur nga themelet. Shtëpia po bie, muret po bien, çatia po bie, ka ber bark, me balkon, me të tëra, të rish brenda nuk rridin, nuk rridot. Sa herë që bie shi, këtu është det. Për dëmet e moshuara fajson fqinjët, të cilët rreth 6 vite më parë devijuan rrjedhë natyrale të ujrave që vijnë nga mali. Kom shia latë, sa kem plejt nuk benze. Dikim plejt e kthen ujtë e malit këtej. A i kalon të matan, dilte në portët edhe dilte në rrugët. Kurse tani? Tani unë e kam brenda, komplet. Uj ka devijuar dikur beri muri e blokoj. Fqinjët, tregon ajo, nuk mbajten asnjë përgjegjësi për dëmet e shkaktuara. Ti e hoqe na vetja jote, ma prure mua, tha. E shpëtove shpite tua, tha. Shpite Vasilit i prishe, tha, po prish dhe shpin time. Margarina Adundo thot se ka trokitur disa herë në dyert e Bashkisë së Kuçovës dhe madje ka kontaktuar personalisht me kryebashkiakun Kreshnik Hajdari, por pa marrë asnjë përgjigje. Edhe nuk ardh, dhe sot më ka gënjur, sot nesër nuk vjen. Sa herë ke vajtur në Bashkinë e Kuçovës? 5 vjetë, 6 vjetë e gjysmë, tujtë e tejtu. Pyetjes nëse ka ardhur ndonjë specialist për të verifikuar gjendjen e banesës, i përgjigjet.
Erdhi dhe një inxhinier tjetër, akoma më keq, vetëm njeri ka ardhur, hyrë brenda tash. Hyri brenda, tha buri dorë të kokë. Kështu është tash. Ka ardhur njëri ta masi? Asnjëri. Të shpalli, të babarushme? Jo, fare. Deri këtu, asnjëherë. Përmes report televizione mëshuara nga Kuçova, që jeton e vetme me një pension pleqërie, kërkon nga Bashkia e Kuçovës që të dërgojë një komision vlerësimi në banesën e saj. Unë kërkoj që muri aty të hapet, ajo aty të prishet, komisioni vlerësojnë shtëpi të bëhet edhe muri rrugës se po bie. Gjithashtu kërkon banesë sociale, derisa institucionet të vendosin nëse shtëpia e saj mund të riparohet apo duhet shembur për të rindërtuar nga themelet. Zhvlerësimi i pandalur i valutave ka shtuar ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë në treg, për pasojë rezerva valutore ka arritur rekord të ri në shtator mbi 7.2 miliard euro. Nga ana tjetër, buxheti për këtë vit humbet 100 milion euro nga kjo situatë sepse mblidhen më pak para nga doganat. Tatpjeta e monedhave të huaja përballë lekut nga njëra anë po shton rezervën valutore, në tjetrën po dëmton thesarin, pasi po mblidhen më pak të ardhura nga sa ishin planifikuar. Për shkak të shtimit të blerjeve të euros në treg nga Banka e Shqipërisë, për të frenuar një tkurrje edhe më të fortë, pra për të mos rënë më poshtë se 96 lek euro, vlera më e ulët e këtij viti, rezerva valutore ka arritur në shifra të tjera rekord. Referuar të dhënave zyrtare në fund të shtatorit të këtij viti, rezerva valutore arriti në 7.2 miliard euro, rreth 1.4 miliard euro më shumë se në shtatorin e vitit të kaluar. Pak ditë më parë në Komisionin e Ekonomisë, guvernatori i Bankës së Shqipërisë deklaroi se deri në shtator janë blerë 800 milion euro për të frenuar rënjen e monedhës europiane. Pjesa dërmuese e rezervës valutore mbahet në letra me vlerë prej 5.3 miliard euro. Më pas janë depozitat e monedhat 1.3 miliard euro dhe 317 milion euro shufrari. Rezerva aktivizohet në kohë të vështira, krizash apo pasigurish dhe përdoret si për të shlyer borxhin në valutë, për të garantuar furnizim nga importi apo për të stabilizuar kursin. Me kaq rezervë valutore, vendi arrin të mbulojë të paktën 7.3 muaj importe, por forcimi i lekut po dëmton arkën e shtetit pasi po mblidhen më pak para. Ministria e Financave thotë se gjatë këtij viti do të mblidhen 2 miliardë 267 milion euro nga TVSH-ja ose 100 milion euro më pak se plani fillestar për shkak të efektit negativ të kursit të këmbimit. Kosova zhvillon nesër balotazhin në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në 18 komuna. Kjo pjesë e dytë e procesit zhvillohet mes dy kandidatëve më të votuar të raundit të parë, por që nuk arritën përqindjen e mjaftueshme të pragut votave të përcaktuara në ligj. Vetvendosja e Albin Kurtit fitoi vetëm 3 komuna në raundin e parë dhe është në balotazh për 12 të tjera. LDK hyn në balotazh si forcë e parë në 6 komuna, AAK në 4, ndërsa PDK dhe LPV në 3. Mbi 1.300.000 qytetarë në Kosovë votojnë të dielën për kryetarët e ardhshëm të 18 komunave në të cilat nuk u zgjodh kryetari në raundin e parë. Kjo për shkak se në to asnjë nga partitë nuk arriti do të marrë më shumë se 50% të votave, siç kërkon ligji zgjedhor. Në balotazhin lokal janë Prishtina, Prizreni, Gjakova, Gjilani, Dragashi, Kaçaniku, Klina, Fushkosova, Mitrovica Jugut, Obiliqi, Raoveci, Peja, Suareka, Vitia, Vushtria, Juniku, Mamusha dhe Klokoti. Në raundin e balotazhit, partia që hyn në më shumë komuna si forcë e parë është Lidhja Demokratike e Kosovës me 6 të tilla, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në 4 dhe Partia Demokratike e Kosovës me lëvizjen vetvendosje nga 3. Kurti me vetvendosjen fitoi në raundin e parë 3 komuna, njësoj si Partia Demokratike e Kosovës. Lidhja Demokratike e Abdigjikut fitoi në 2 komuna, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e Haradinajt u shpall fituese në vetëm 1. Garat më të forta konsiderohen ato për Prishtinën dhe Prizrenin. Për Prishtinën garojnë kryetari aktual i LDK-s, Përparim Rama, dhe kandidati i lëvizjes vetvendosja Airullah Çeku. Në Prizren, Shaqir Tota i Partisë Demokratike do të jetë përballë Artan Abrashit të vetvendosjes. PDK këtu do të mbështetet nga Lidhja Demokratike sipas një marrëveshjeje. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi këtë të shtunë se gjithçka është gati për raundin e dytë dhe se shpërndarja e materialeve zgjedhore ka nisur.